Zgjedhjet e 7 qershorit pritej t'i japnin fund gërqit politik, por vendi vazhdon të mbetet pa institucione të reja. Edhe pas 3 proceseve zgjedhore brenda një viti e gjysmë, mungesa një marrëveshje mes partive po e zvarrit konstituimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve. Ndërsa politika vazhdon përplasjet për numra dhe pushtet, pasojat e kësaj situate po i ndjen qytetarët dhe ekonomia e vendit. Por si ndihen veç qytetarët përballë kësaj krize të stërgjatur, ne kemi dalë në rrugët e qytetit për t'i pyetur ata. Si qytetare e Republikës së Kosovës, jam shumë e indignuar me ngjarjet e djeshme në Parlamentin e Kosovës, sepse nuk ka asnjë arsye të zvarritet konstituimi i Parlamentit. Zgjedhjet kanë përfunduar, rezultatet tani më dihen. Partitë politike janë përcaktuar kush është pozicionuar për opozicë, edhe kush kërkon të ketë aleat, megjithatë unë, si veprimtare, si ishe burgosën politike, si deputete që kom punu me përgjegjësi në legjislaturën e parë, nuk e arsyetoj asnjë post për asnjë pozicë me na kushzu jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Nëse dhe kësaj radhe shkojmë në zgjedhje pas zgjedhje, zgjidhje nuk do të ketë asnjëherë. Politika në është zero. Kosova nëse shkon dhe herë në zgjedhje, për 10 vjetë keni në ratë poshtë, jo me hitë e nërë. Duhet me shqyë këta me nivose. Ku që se ka bujë ta vetëm për interes dhe vetin e ka bujë. Blokada politike që pëndodhë në Kosovë, njeve qytetarëve farëve nuk në pëlqen, për arsye se na jemi një kombë, apo edhe një vend si Kosova që kemi bërë sakrifica të mëdha, e prandaj duhet më qenë homogen më shumë, të bashkuar edhe së bashku me ndërtu sa më shumë Kosovën e jo me lënë mbrapa për shkaqe interesit individual ose grupor e karakterit politik. Se politika ka shumë grupacione, por duhet më qenë unisume. Mund me pas kundërthanje në rregullimin apo në ngritje e jo në ramje. Kështu që të ne pëndodhë më shumë në ramje për shkak interesave, unë qyshe mendoj, të individit ose grupit të individëve. Unë i kisha lutë që të reflektojnë pozitivisht, sepse Kosova është të gjithëve, edhe na vijnë për shkak se kemi fitu pavarësinë, e ato duhet me ngritë e jo me ulë. Përtej dallimeve politike, qytetarët kërkojnë një gjë, që përfaqësuesit e zgjedhur të punojnë për Kosovën dhe t'i japin fund bllokadës institucionale.